edhe në studio, edhe tashmë është në sheshin Skënderbej, ku do të nisi protesta për të vazhduar pastaj drejt bulevardit. Sidorela, çfarë pritet sot? Kemi kaluar 23 ditë me protesta, me mesazhe paqësorë, me kërkesa legjitime, me kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit dhe gjithashtu edhe duke ruajtur qetësinë, edhe duke pastruar shtetin, sheshin, duke treguar qytetarë evropianë në një farë mënyre. Si do të vazhdoj sot? Unë doja të nisem me një saktësim të vogël. Kjo protest nuk ka as organizator dhe as nismëtar. Është një protest e cila nisi pas dhunës ndaj një protestuesi në Zvërnet, por është kthyer një lëvizje mbar shoqërore, kështu që në këtë moment nuk ka kuptim të flasim për një grup i cili organizon apo ka nisur këtë mbledh. Sot, ashtu siç kemi kërkuar për 3 javësh, dhe kemi artikuluar që ne nuk shpërndahemi pa u dhënë së pari dorëheqja kryeministit Rama si ai përgjegjësi kryesor i një sistemi autokratik që ka ndërtuar, kështu që një kërkesë e panegociueshme është dorëheqja e kryeministit Rama dhe nga ana tjetër për 3 javë janë artikuluar kërkesa të tjera politike si fundi një klase politike 36 vjeçare e cila e ka kapur shtetin, nuk ka përfaqësuar qytetarët, nuk ka përfaqësuar interesin publik dhe na ka varfëruar dhe mashtruar. Kështu që edhe sot ne mblidhemi tani në orën 19 sheshi Skënderbej dhe marshojmë drejt kryeministrisë për të kërkuar minimalisht si kërkesë të panegociueshme dorëheqjen e kryeministit Rama. Faleminderit. Ju jeni në shesh, ndërkohë që sigurisht edhe protesta është përballur edhe me shumë kritika nga establishmenti politik, nga të gjitha palët, por edhe nga qeveria. Si keni mundur t'i menaxhoni edhe ta mbani edhe protestën gjallë, edhe kërkesat shumë të qarta, por edhe të përballoni shpesh edhe presione që janë, qoftë edhe presione publike të ligjërimit publik? Është shumë thjesht, ne jemi populli, ne dimë se çan të drejtat tona, edhe sado presione mund të kemi nga aktorë të ndryshëm që futen në protestë ose nga aktorë qeveritarë që tentojnë të parandalojnë protestën, ne do të tregojmë çëndrueshmërinë tonë. Do jemi këtu ditë për ditë derisa të zbatojnë këto kërkesat që kemi, edhe populli vet e do këtë protestë jetë paqësore, të jetë e civilizuar, të jetë europiane, kështu që është shumë e thjeshtë me menaxhuar. Duke i thënë njerëzve se, domethënë thjesht duke i rikujtuar njerëzit se çan kërkesat tona specifike dhe se çan dëshirat tona, që të jemi një shembull për tërë Europën për protestat. Mira qytetarë janë bashkuar protestës, edhe sigurisht protesta i ka ftuar të gjithë dhe nuk ka kërkuar dokumente identifikimi dhe nuk ka kontrolluar se kush i bashkohet protestës. Dhe ndërkohë nuk kanë munguar as akuzat për të infiltruar në protestë, ndërkohë që kishte një incident me flamurin izraelit, pavarësisht se pjesa më e madhe e protestuesve kanë kërkuar që protesta të jetë paqësore dhe kanë kërkuar mos prekjen, mos sënimi asnjë simboli të asnjë kombi. Atëre protesta jonë është paqësore. Ne nuk kemi asgjë me asnjë kom në botë, absolutisht asgjë. Kush kërkon na për çaj, në të krishterë, në musliman, në çfarë do llogjeje, nuk është me neve. Edhe një herë përsërit, protesta është e popullit shqiptar, është një protestë që adreson dorëheqjen e kryeministrit Rama sot, jo vetëm të kryeministrit Rama, por të gjithë establishmentit politik për 80 vitesh, të kryeministrit Rama, të Sali Berishës, të gjithëve. Dua të theksoj diçka. Populli po ngrihet. Çdo shtresë e popullit po ngrihet. Nesër sindikatat në orën 10 kanë një protestë solidarizimi me të gjithë shqiptarët përpara Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, që është Ministria Varëse e Punës. Pra të gjitha shtresat shoqërore sot duhet të ngrihen, sindikatat, profesionistë e lirë, intelektualët, të gjithë duhet të dalin në shesh dhe të bëjnë të tyren që ne kemi mundësi të rrëzojmë këtë establishment për 80 vitesh. Si keni pritur kritikat që janë bërë protestuesve nga qeveria kryesisht, e cila ka qenë e ashpër edhe me postime publike? Çdo deklarat që vjen nga ana e qeverisë për ne është dekorat. Kështu që ata le të vazhdojnë, populli ishte në shesh 250.000 veta, ju i pat vet, kështu që ne nuk largohemi nga i shesh derisa Rama t'japi dorëheqjen dhe derisa Sali Berisha të largohet. Të largohen të gjithë të vjetrit, t'i hapi rrugë energjisë të rinjve që janë në shesh. Mosha mesatare aty është 24 vjeç, kështu që këta të rinj janë çuar në kafet më në fund dhe kanë dalë për kërkojnë dorëheqjen e këtij establishmenti.
Cila është thirrja juaj edhe për trinjtë edhe për ata që ende si janë bashkuar ose për ata që nuk janë çdo ditë në shesh, por janë shpesh në shesh? Sigurisht ne mund t'i kemi paragjykuar Gen Z-in sa i takon mënyrës së tyre të reagimit, ose përfshirjes së tyre në jetën qytetare dhe jetën publike. Por duket se me këtë protestë na kanë zhgënjyer për mirë, janë treguar qytetar aktiv, janë treguar qytetar që din t'i kërkojnë drejtat e tyre. Cila është thirrja juaj? Deri më sot thoshin që të rinj nuk qohen nga kafet, të rinj të quan nga kafet, dhe jo vetëm që u quan, por i treguan gjithë botës se çfarë përfaqësojnë shqiptarët. Shqiptarët janë popull paqësor që me një revolucion paqësor do bën të mundur largimin e kësaj klike nga pushteti. Edhe një herë të gjithë atyre të rinjve të vazhdojnë qëndresën. Mos të dorëzohemi, të vazhdojmë qëndresën deri në arritjen e qëllimit tonë përfundimtar, largimin e kësaj klike që ka kapur këtë shtet, që ka kapur këtë popull kaq të mrekullueshëm prej më shumë se një shekulli. Kjo është kërkesa jonë. A ka ndonjë lloj koordinimi sa i takon memeve? Kjo është një protestë që ka bërë për vete shumë qytetarë edhe për shkak të memeve të zgjuara që janë përmendur. Pra ka një lloj humori, ka një lloj ironie, ka një lloj sarkazmi që përdoret ndaj establishmentit politik, por jo vetëm, dhe është një mënyrë shumë e zgjuar për të përballur me pushtetin me humor. A ka një lloj koordinimi apo është tërësisht? Nuk ka asnjë lloj koordinimi për këtë pjesë, është tërësisht në dëshimin e qytetarëve dhe unë mendoj që është pjesa më e bukur e kësaj proteste, ai marshim fantastik dhe ato meme aq të bukura. Të vjen qejf të rish në shesh dhe të lexosh këto meme, të lexosh këto mesazhe që populli i adreson kësaj qeverie dhe kësaj klike. A ka sot ndonjë mesazh kryesor që do i drejtohet publikut, por edhe atyre që e ndjekin nga ekrani News 24-s protestën? Radh parë falenderoj News 24 që na transmeton, që na ka dhënë këtë mundësi këtë dritare që të jetë aty me ne çdo ditë në shesh. Tjetra pasaj duhet i lëmë disa surpriza për sot, po thirrja kryesore është hajdeni në shesh, mblidhemi në shesh dhe t'i rrezojmë këta. Dhe të falenderoj për intervistën. Faleminderit. Ndërkohë në sheshin Skënderbej, përveç se po mblidhen qytetarë, kanë nisur tashmë edhe thirrjet e zakonshme që janë edhe kryefjalë e protestës, të rinj, të moshuar, mosha të mesme, pensionistë, grupusha të ndryshme që janë bashkuar kanë ardhur secili me pankartën e tyre, duke shpalosur problematikat që përjetojnë qytetarët në zona të ndryshme të vendit tonë, nga lument, tek liçenet, tek projnë, tek problemet e natyrës, problemet shëndetësore, problemet me drejtësinë, problemet në arsim, problemet në kulturë, pra secili qytetar vjen në shesh dhe ngre zërin për problematikën e tij. Një prej thirrjeve kryesore që duket se edhe ka ngjitur, një prej mënyrave kryesore është nesër më shumë ose bashkoheni me ne, që është një ftesë dhe jo një urdhër. Dakor, Fatmira, shumë faleminderit për këtë lidhje të drejtë për drejtë, për intervistat që mund të realizosh me një pjesë të qytetarëve të cilët kanë zgjedhur të bashkohen protestës në ditën e 23. Unë të mbarë në vijim, ishim me kolegen Fatmira Nikolli drejt për së drejti nga sheshi Skënderbej, teksa shohim qytetarët të cilët priten të mblidhen akoma dhe më shumë. Ora shënon 19:14 minuta. Ka një arsye pse në fakt është shtyrë edhe pjesëmarrja në protestë si pasojë e temperaturave të larta, dhe do të shohim në minutat në vijim, sikundër çdo ditë është treguar se ka patur një shtim të qytetarëve të cilët janë bashkuar protestës edhe në orët dhe minutat në vijim, pavarësisht orarit zyrtar. Jemi me pamje të drejtë për drejta nga sheshi Skënderbej, sikundër ishin dhe pak minuta më herët drejt për së drejti me bulevardin përpara kryeministrisë, aty ku qytetarë të shumë kanë zgjedhur të qëndrojnë qoftë ditën, po edhe natën, duke mos lëvizur në asnjë moment dhe duke bllokuar bulevardin përpara kryeministrisë. Mirë, do të qëndrojmë me pamje të drejtë për drejta, ju vjen të qëndroni me News 24, do të transmetojmë hap pas hapi atë se çfarë po ndodh dhe do të ndodh në orët dhe minutat në vijim në protestën e ditës së 23 të qytetarëve shqiptar.